Jemi së bashku tek Psalmi 42 dhe do të ndalemi tek dy vargjet e para. Ashtu si suta ka një dëshirë të madhe për rrëket e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjarrt për ty, o Perëndi. Shpirti im ka një etje të madhe për Perëndin e gjallë. Kur do të vi dhe do të paraqitem para Perëndis. Neve lexuam së bashku Psalmin 42 dhe pam që psalmisti është goxha i dëshpëruar për prezencën e Zotit. Ashtu siç ne dëshirojmë diçka ushqim për trupin ton, ashtu edhe psalmisti po tregon, si themi, se sa i jetur ai është për prezencën e Zotit, për marrëdhënien, për të ushqyer shpirtin e tij. Dhe psalmisti po e tregon ose po e krahason, ashtu si dreri kërkon ujin, ashtu edhe shpirti im po kërkon ty, o Perëndi. Një fakt interesant, ndërsa po shikoja dhe po kërkoja, drerët paskin një lloj nuhatje shumë të fuqishme, edhe pikërisht për ujin ata mund ta nuhasin ujin deri në 20 kilometra larg. Disa kuriozitete shkencore që flasin për ujin, siç e dimë neve, uji është shumë i rëndësishëm për trupin ton. Trupi i një të rrituri përbëhet nga rreth 60% ujë. Truri dhe zemra kanë 73% ujë. Mushkrik janë rreth 83%. Pa ujë, një person mund të jetojë vetëm 3 deri në 5 ditë, por nuk është studim fiks, sepse për shembull llogaritet tek një trup i shëndetshëm. Fëmijët e vegjël dhe moshat e treta e kanë akoma më të vështirë. Kur djemi atje, trupi ynë tashmë ka humbur 1 deri në 2% të ujit. Humbja 10% e ujit të trupit mund të shkaktojë probleme serioze shëndetësore. Kur psalmisti po e krahason kërkimin e shpirtit të tij për fjalën e Perëndis, është diçka serioze. Ashtu si dreri kërkon ujin, edhe shpirti i njeriu kërkon prezencën e Zotit. Drerët, siç e thash, kanë nuhatje deri në 20 kilometra, por në një moment të vetëm kur ata shkojnë për të pirë ujë, pinë deri në 10 litra ujë. Pas një periudhe thatësire, dreri shkon me instinkt drejt burimeve të ujit. Kuriozitete biblike, ndërsa neve do të studiojmë këtë për dëshirën ose dëshpërimin që njeriu ka për Zotin, dhe pse është ky krahasim i rëndësishëm i krahasimit me dëshirën ose siç po kërkojmë ujë. Pra është çështje jetësore, nuk është çështje luksi, nuk është diçka që hajde ta marrë dhe ta kem, por është diçka shumë serioze. Fjala ujë përmendet mbi 400 herë në Bibël, edhe kjo varet edhe nga përkthimi. Disa përkthime të ndryshme kanë numër të ndryshme. Pse se edhe shqipja, fjala shqipe ujë, ne mund ta përmendim ujin në shumë, mund të përkufizojmë ujë për lumenj, për rrëket e ujit e kështu me radhë. Jezusi u pagëzua me ujë. Jezusi ecte mbi ujë. Jezusi e kthen ujin në verë. Jezusi i tha gruas samaritane për ujin e gjallë, tek Gjoni 4:10 deri në 14. Nga kryqi, kur Jezusi ishte në kryq, nga brinja e Jezusit doli gjak dhe ujë. Profeci për ujin kemi: Perëndia është burimi i ujit të gjallë, thot Jeremia. Gjithashtu e gjejmë edhe tek Zakaria, që thot ujërat e gjalla do të rrjedhin nga Jeruzalemi. Zbulesa 22 vargu 1 thot lumi i ujit të jetës është i kulluar si kristal. Pra, kur përmendim fjalën ujë le të themi në Bibël,
edhe kur e shikojmë është diçka jetësore, është diçka shumë serioze, nuk është diçka luksi që ne dëshirojmë ta kemi, por edhe po nuk e patëm, nuk është ndonjë problem i madh. Pra ashtu si trupi ju nuk mund të mbijetoj pa ujë fizik, edhe shpirti ynë nuk mund të jetoj pa Perëndin, pa ujin e gjatë. Kur ndjejmë etje fizike, trupi ynë tashmë është në mungesë ujë. Po kështu kur ndjen një zbrazti shpirtërore, kjo është thirrja e Perëndisë që të kthehemi tek ai. Dreri, pra mund ta nuhas ujin në distanca të mëdha. Dhe ngrihet një pyetje për ne. A jemi ne po aq të ndjeshëm për praninë e Perëndisë në jetën tonë? Kur shikojmë që distanca rritet. Jezusi nuk na afron thjesht pak ujë për të shuar etjen për një moment. Ai na ofron një burim të përjetshëm që do të bëhet në të një burim ujë që gufon për jetë të përjetshme. Pra ka një lidhje shumë interesante, ose një, si thua, një krahasim, një ilustrim të bukur me ujë, edhe ndaj dhe përdoret kaq shpesh. Po të shikojmë edhe fjalën zjarr përdoret shumë, edhe zjarri e rafinon, e pastron. Pra zjarri djeg ato gjërat e këqija. Tek Psalmi 42, vargjet 1 dhe 2, neve mësojmë 3 të vërteta të paktën. Nevoja e natyrshme është e para, që na lind ne. Ashtu si dreri është krijuar me nevojë për ujë, ashtu si që jemi krijuar edhe ne për nevojë për ujë për trupin tonë, por gjithashtu jemi krijuar për një nevojë të brendshme për Perëndin. Shën Agustini tha, një nga e quajnë si nga mësuesit e mëdhenj, edhe një nga teologët, ai ka thënë, na ke krijuar për veten tënde o Perëndi, dhe zemra jon është e shqetësuar derisa të gjej prehje te ty. Një vërtet tjetër është nevoja urgjente. Dreri nuk mund të pres. Kjo nuk është një dëshirë e lehtë, pra nuk është diçka që ti mund ta kontrollosh. Po flasim për çështje jetësore, nuk është diçka që neve edhe mund të jetojmë pa ta. Kjo nuk është pra një dëshirë e lehtë, por një etje që të djeg, që të, siç themi ne, na shtar shpirti. Pyetja për ne është, a kemi ne këtë urgjencë në marrëdhënien tonë me Perëndin? Edhe një pyetje tjetër që mund të ngrem është pse ndodhemi në këtë situatë që neve ndodhemi në këto moment. Shpeshherë ne kemi ato kërkesat për të punuar për jetën tonë, por gjithashtu edhe ndonjëherë edhe shtym veten tonë për t'i arritur këto, për t'i bërë këto, ndërkohë që qëndrojmë në vend. Edhe neve krijojmë një lloj rrethi që ngado që të rrotullohemi ne përsëri qëndrojmë të ngecur aty. Ndaj është e nevojshme që neve të kërkojmë Perëndin. Edhe vjen tek e vërteta e tretë është nevoja ekskluzive. Dreri nuk kërkon diçka tjetër. As ushqim, as strehim, po vetëm ujë. Po ashtu shpirti ynë ka nevojë për Perëndin mbi të gjitha gjërat e tjera. Asgjë tjetër nuk mund ta zvendësojë atë. Ndaj dhe shumë njerëz nuk e pranojnë, por ndjen shumë vete, ndjen shumë bosh, ndjen të paplotësuar. Edhe shumë njerëz e mbushin jetën e tyre me aktivitete të ndryshme për të qenë të zënë. Nuk dëshirojnë që të ulen të qetë që të mendojnë. Dhe çfarë bëjnë?
e lodhin aq shumë veten e tyre, sa shko në shtëpi edhe vetëm për gjumë. Por, ne duhet të dimë edhe Perëndia na ka mësuar gjithashtu që neve kemi nevojë edhe për qetësi, kemi nevojë edhe për pushim, kemi nevojë, si të themi, siç Bibla e thot, për shabatin to, për ditën e pushimit, ashtu siç neve mblidhemi çdo të diel, edhe mundohemi që të fokusohemi pikërisht te ky fakt që Perëndia na ka bekuar, Perëndia na ka krijuar, edhe le ta falenderojmë Perëndin. Psalmisti nuk ka etje thjesht për ide rreth Perëndisë, siç e shikojmë tek Psalmi 42. Ai ka arritur në një lloj agonie shpirtërore, edhe është aq shumë i dëshpëruar sa e kërkon Perëndin me ngulm. Nuk i bën përshtypje, nuk e plotëson ndonjë gjë tjetër, nuk i bën përshtypje ndonjë gjë tjetër, veç se të ketë Perëndin. E keni menduar ndonjëherë kur neve kërkojmë me ngulm diçka, qoftë edhe kur kemi një lloj si quhet si çfarë shprehje përdorim ne, se çfarë po më ha tani. Ose kur më ka shkuar mendja për X gjë. Pra ti e ke provuar më parë atë, edhe e din se sa e mirë është ajo, si shije, edhe të pëlqen. Por gjithashtu, ne kemi diçka interesante tjetër, është sepse ne nuk na pëlqen si shije, si ndje shija, por ndonjëherë detyrojmë veten tonë ta ham sepse e dim që ajo është e shëndetshme për trupin tonë. Ndaj, objekti i dëshirës tonë nuk ka të bëjë me diçka për shembull që ne quaj fetar. Perëndia na fton neve që të kemi marrëdhënie, jo të kemi fe. Shumë njerëz kanë fe. Për shembull, thonë që jam besim, X besim, por nuk kanë marrëdhënie. Ata ndjekin rituale, si shumë njerëz nga besime të ndryshme mund të thonë, kjo është gabim, kjo është, domethënë, mëkat, ose siç përdorin edhe muslimanët fjalën, është gjuna kjo të bëhet, është ters. Por nuk njohin Perëndin. Ndaj dhe psalmisti këtu po kërkon, ka një dëshirë që të njohë Perëndin personalisht. Ndaj dhe edhe Perëndia nëpërmjet Jezusit na fton që të kemi këtë lloj, siç ashtu dhe psalmisti po e kërkon, pra një marrëdhënie personale. Kemi Perëndin që vepron. Perëndia ynë është i gjallë, është Perëndia që flet, dëgjon, vepron dhe ndërhyn në jetën tonë. Ai nuk është një koncept filozofik, pra që ne mund ta përmendim në momente të ndryshme, por është një person i gjallë që ne i kujdeset për ne. Prania e Perëndisë. Ajo që e dallon Perëndin nga idhujt e kot, nga zotrat e ndryshëm, se ai është i gjallë dhe pranishëm. Ai është, siç thuhet tek Eksodi, kapitulli 3, vargu 14, kur Mojsiu pyeti, po si ti them unë, si e ke emrin ti? Dhe Perëndia përgjigjet, i thuaj, unë jam, më dërgoj. Kur do të vi dhe do të paraqitem përpara Perëndisë, është pjesa tjetër e vargut të dytë. Shpirti ngre një lloj dëshire të zjarrt për një adhurim të vërtet. Psalmisti dëshiron të shfaqet përpara Perëndisë, dhe këtu jep dhe një referencë për tempullin në Jeruzalem. Në atë kohë, përpara se Jezusi të kryqëzohej edhe shfuqizonte ligjin e Mojsiut, të shkoje në tempullin në Jeruzalem dhe të adhuroje Perëndin ishte diçka, ishte një ëndër. Edhe kur dikush shkonte dhe kishte këtë mundësi të shkonte, ishte një arritje shumë e madhe. Pra ai dëshiron të adhuroj, jo nga detyrimi, por nga dashuria që ka për Perëndin. Pyetje që na bëjnë ne që edhe të
të analizojmë veten tonë, të shikojmë ku ne jemi në marrëdhënien tonë me Perëndis. Është sa shpesh dëshirojmë të jemi në praninë e Perëndis. A e konsiderojmë adhurimin si privilegj, si nder, apo është një barë? Do shkoj dhe sot. A kemi etje për kohë vetëm me Zotin, në lutje dhe fjalë? Nëse nuk kemi etje për Perëndin, kjo mund të tregojë se jemi shpirtërisht të dehidruar. Ndoshta jemi përpjekur të shuajmë etjen tonë me gjëra të kësaj bote, siç janë pasuria, suksesi, argëtimi, zbavitja që ne përpiqemi që të kalojmë një kohë të mirë, por ndërkohë që vetëm kjo na intereson. Por një gjë që neve e dim, unë besoj që më pëlqen të jem optimist e kjo, unë besoj që shumë njerëz e din, ose e ndjejnë nevojën për Perëndin, por e shtypin, ose e injorojnë. Por edhe ajo çfarë është më e rëndësishme është që këtë lloj dëshire, këtë lloj etje që ka shpirti, vetëm Perëndia mund ta shuajë me të vërtetë. Edhe kjo nuk mund të ndodhi ndonjë tjetër. Që të shka, po të fle gjumë, do jem i ngopur. Po të ha ushqim, do jem i ngopur. Po të pi ujë, do jem i ngopur. Të dalë pi një kafe, të qetësohem, sepse pastaj do të kem paqe. Por përsëri ti shikon që ke nevojë akoma, sepse kjo lloj ndjesie, kjo lloj etje nuk mund të mbushet me gjëra fizike. Ndaj dhe Perëndia na fton edhe neve shpesh herë inkurajojmë njëri tjetrin që të lexojmë nga fjala e Perëndisë. Inkurajojmë njëri tjetrin që të lutemi, të shpenzojmë kohë në lutje. Inkurajojmë njëri tjetrin që të mblidhemi së bashku dhe të adhurojmë Perëndin. Edhe këtu futet pra adhurimi i vërtet, pra lutja e sinqertë. Nuk ka nevojë që neve të flasim me fjalë të bukura, edhe të lutemi me fjalë të bukura. Mjafton që të jetë diçka e thjeshtë, ku ne themi o Zot ki mëshirë për mua. Një mjet tjetër do të ishte për të shuar atë etjen shpirtërore është përmes bashkësisë dhe miqësisë me besimtarë të tjerë. Jezusi premtoi duke thënë, lumë ata që kanë uri e etje për drejtësinë, sepse ata do të ngopen. E thot këtë tek Mateu kapitulli 5 vargu 6. Ai gjithashtu tha tek Gjoni 4:14, kush pi nga uji që unë do t'i jap, nuk do të ketë kurrë më etje. Ndaj dhe Perëndia, fjalët e Perëndisë janë të vërteta, janë të plota dhe nuk ka nevojë, nuk ka vend për një shtesë. Për shembull, kur keni shkuar në shkollë, gjatë shkollës, mësuesja thot gjithashtu, shiko, do marrësh dhe këtë librin shtesë ti, sepse të mbështet për lëndën tënde. Do bësh dhe këtë trajnimin sepse mbështet lëndën tënde. Për shembull, ka profesione të paktën këta siç dim farmacistët ose infermierët, doktorët, thonë gjithmonë do shkojnë në kohë trajnimi që quhet si kredite. Jam dakord, nuk po i hym asaj, por desha të them këtë, që me fjalën e Perëndisë, kur Perëndia flet, edhe thot është pikërisht ashtu dhe nuk ka nevojë për diçka tjetër shtesë. Mjafton. Pyetja sot nuk është nëse Perëndia na dëshiron. Ai tashmë e ka treguar dashurinë e tij në kryq, kur Jezusi u kryqëzua për ne. Dhe pyetja është shumë e thjeshtë. A kemi etjen a kemi ne uri për Perëndin? Ne nuk duhet jemi njerëz që kanë humbur aftësinë të ndjejnë etjen shpirtërore.
Ne duhet lutemi që Perëndia të na jap një zemër që dëshiron atë mbi të gjithë të tjera. Pra ashtu si dreri kërkon ujërat e rrjedhshme, le të kërkojmë pra ne burimin e ujit të gjallë, Zotit, Jezu Krishtit. Perëndia ne na ka krijuar në imazhin e tij dhe na ka dhënë këtë privilegj kaq shumë të madh që të jemi bijtë e tij nëpërmjet Krishtit. Çfarë do të bëjmë ne me këtë? Si e plotësojmë ne etjen tonë, si e plotësojmë ne urinë tonë, si e plotësojmë neve boshllakun tonë, sepse jemi më të mirë se kaq, ne nuk duhet pra t'i plotësojmë këto zbrazësi dhe boshllaqe me gjërat toksore. Shumë njerëz kanë mënyra të ndryshme se si i plotësojnë këto boshllaqe. Dikush shkon dhe blen gjëra, dikush shkon dhe han ushqim, por siç e dim ky boshllak është më tepër se sa një boshllak të mbushësh stomakun, edhe të pish dhe 1 litër ujë nga mbrapa. Por është të kërkosh Perëndin me gjithë zat, të adhurosh Perëndin me gjithë zat, ti lutesh Perëndis me gjithë zemër, të sinqertë dhe të pastër, dhe gjithashtu të shpenzosh kohë tek fjala e tij. Paqja dhe hiri i Perëndis qoftë me të gjithë secilin prej nesh